Zonja dhe zotrin, sonte i ftuar përballë Dardangashit, kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, njëherësh ushtruesi i detyrës së kryetarit të BDK-s, Kadri Veseli. Mirëmbrëma shikues të nderuar, sot e me ne pra zoti Kadri Veseli, cilin besoj se nuk kam nevojë ta prezantoj më shumë, u tha në detyrat e tij të reja zyrtare. Mirë se keni ardhur në studion e Republikës, zoti Veseli. Mirë se kemi dhënë. Zoti Veseli, disa mënyra besoj se është një bisedë ekskluzive, një përsa një këtyr nga vizita e parë zyrtare në dy funksionet e reja, kryetari i Kuvendit, ushtrues detyre i Partisë Demokratike të Kosovës, partisë më të madhe në vend. Edhe do të në përgjithësi si do të pas gjitha këtyre ngjarjeve të mëdha që kanë ndodhur në Kosovë, nuk keni qenë në ndonjë bisedë kështu pak më interaktive. Pra edhe mirë se keni ardhur, po filloj me pyetjen e parë. Ju posa kthyet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fillimisht mediat pak patën një ide se vizita nuk ishte në nivel si duket, por ka fundi doli se ishte një vizitë jashtëzakonisht interesante. Si e ndjet veten në vizitën e parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Vizitën e parë zyrtare. Po, në fakt, ishte një vizitë zyrtare, vizita ime e parë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si kryetari i Kuvendit. Ashtë vizitë në një shtet mek, në një shtet i cili ka ndihmuar shumë Republikën e Kosovës në gjitha proceset e veta, është duke ndihmuar jashtëzakonisht edhe sot. Një shtet i cili po investon dhe ka investuar në gjitha takimet tona me zyrtarët e lartë, Kongresit dhe Senatit Amerikan. Ishin biseda miqësore, ishin biseda emocionale të njerëzve, po flas për njerëz cilët kanë peshë shumë të madhe në politikë bërjen Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kanë investuar drejt për drejt në Kosovë, cilët i gëzohen çdo lajmi të mirë, zhvillimit progresiv në Republikën e Kosovës, cilët kanë dëshirë ta shohin një shtet të fuqishëm ligjor në Republikën tonë, një ekonomi të zhvilluar, një të kohë dhe një mirëqenie për gjithë qytetarët. Po vetëm të mira për ta. Nuk keni pas vetëm lajme të mira, do të i pas parasysh zhvillimet e fundit. Unë po flas për takimet në cilat kam pasur nivelit më të lartë, kanë qenë takimet shumëta, po do të veçoja takime me kryetarin e Senatit Amerikan, apo me legjendën e politikës amerikane, si që është John McCain, ish kandidati presidencial, cilët në fakt, e shumë kongresmen e senator, cilët kam takuar, cilët shumica për i tyre, shumica dërmuese e tyre flisnin me emocione për Kosovën, për një vend cilin kishin bërë për të, me emocione se si është gjendja në Kosovë, me emocione se duhet këtë vetëm lajmet pozitive nga Kosova, që shteti ynë duhet jetë i zhvilluar, veçanërisht ekonomikisht, që politikisht të jetë një vend stabil, një përkrahje e cila do të jetë e vazhdueshme për Republikën e Kosovës në procesin e integrimeve euroatlantike, vërtet për mua si zyrtar i Republikës Kosovës, por në njëjtën kohë për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, duhet ta ndjejnë veten krenar të kemi përkrah miq të tillë. Jemi falënderues miqsinë tonë për jetë, por në njëjtën kohë jemi në njëjtën kohë edhe obligues që të ecim veçanërisht përpara që shtetin tonë të ecim proceset integruese euro-atlantike. Kemi obligime të mëdha. Po, shumica janë mirënjohës për rolin e Amerikës, mirë po kemi, me qëllim po të pyes, kemi disa probleme si eksportin e terrorizmit prej Kosovës, kemi edhe një krizë politike pak a shumë artificiale që u ndërtu mujve të fundit. Ju ballafaqun miqtë amerikanë ju me këto probleme? Të posë parasysh që është vizita e parë me një njeriu të kalibrit juaj? Çdo lajm i cili vjen nga Kosova, shkon nga Kosova në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili nuk është pozitiv, është një dhembje për atë shtet, për ata zyrtarë të lartë shtetit amerikan që kanë investuar në Kosovë. Synojnë dhe punojnë që nga Kosova të ketë vetëm lajme të mira, veçanërisht sundimin e ligjit dhe në zhvillimin ekonomik. Po në njëjtën kohë bisedua edhe për çështjen e ekstremizmit të dhunshëm, i cili është një fenomen global. Nuk është se është i përfshirë vetëm
Kosova apo veçohet vetëm Kosova, përkundrazi Kosova ka bërë një progres të jashtëzakonshëm në luftën kundër çdo ekstremizmi të dhunshëm. Kosova është lider në rajon, veçanërisht në adaptimin e ligjit i cili është kundër luftëtarëve të huaj. Kosova është lider me veprimet e veta të cilat kanë qenë drejt për drejta në neutralizimin e çdo eksponenti i cili mund të jetë këtë prirje të ekstremizmit të dhunshëm, mos flasim për terrorizëm. Kosova është duke ndërtuar një partneritet shkëlqyshëm në këtë fushë me gjithë partnerët tonë perëndimor, përfshirë edhe këto në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosova është duke bërë progres të madh në këtë drejtim, por ajo çfarë ne na mbetet gjithëve bashkarisht është preventojmë çdo manipulim të rinjve tonë. Ne duhet të pranojmë një fakt se ka pasur në manipulim veçanërisht periudhën e vitit 2013, periudhën e vitit 2013-2014. Po nga 2015 kemi një rrënje totale, për mos thënë këto 9 muajt e fundit nuk ka informacione nga institucionet përgjegjëse, populacion cilat janë profesionale në Republikën e Kosovës, nuk kemi informacione se ndonjë qytetar i Kosovës është në luftrat në Siri. Edhe kisha ftu edhe nga kjo studio që të ikun veçanërisht prindrit, që shojnë mirë fëmijët e tyre, mos lejojnë asnjë manipulim të tillë, për arsye se është ndëm familjeve të tyre, është ndëm atyre të rive që manipulohet, është një dëm i tmerrshëm politik i cili i bëhet shtetit tonë. Këta partner na kanë shpëtuar ne. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë roli prijetar në shpëtimin edhe fizik qenies sonë nacionale. Këta partner perëndimor na kanë ndihmuar në lirinë e Kosovës, na kanë ndihmuar në shtetbërjen e Kosovës, andaj duhet jemi edhe më të kujdesshëm që bashkarisht të jemi për krah këtyre partnerëve, ashtu siç janë vetë institucionet e Republikës Kosovës. Që manipulojnë dhe shkojnë lufta si Siri janë armisë të Kosovës? Unë do të dëshiroja them që janë të manipuluar, do të kërkoja që sa më shpejt ju lajmërohen organe përgjegjëse në Republikën e Kosovës, ballafaqohen me pasojat e veprimeve tyre në institucionet e Republikës Kosovës, për arsye se Republika e Kosovës nuk do të jetë perspektivë asnjë fenomeni i tillë dhe asnjë individi i tillë dhe do ta marrin të gjithë përgjigjen e merituar. Por edhe një herë them, Kosova është shumë në rrugë të mirë, në neutralizimin e fenomeneve të tilla. Kosova është një partner i sigurt i vendeve perëndimore, Shteteve Bashkuara të Amerikës në rand parë dhe vendeve tjera perëndimore në luftimin e këtyre fenomeneve, dhe Kosova pikërisht nga këto arsye për të luajtur një rol edhe më aktiv politikën globale, luftimin e çdo ekstremizmi, kërkon që sa më shpejt Forca e Sigurisë Kosovës transformohet Forcë Armatosur të Kosovës për të marrë rolin e vet leadershipit, veçanërisht për region, jo vetëm si konsumues i lirisë së vet, po në njëjtën kohë edhe si prodhues i stabilitetit dhe lirisë në vendet ku ka kriza. Zoti Veseli, do të thotë vizita e parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shumë politikaj në Kosovë kanë them kushtimisht probleme që të udhtojnë, po them kushtimisht Shtetet e Bashkuara lemo që të kenë takimet niveleve që keni pas ju. Është këni lloj vërtetimi i miqësisë juaj, po flas personale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, respektivisht njerëz të politikës së Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Personalisht jam shumë falenderues Shtetet e Bashkuara të Amerikës për lirinë tonë që e kemi. Është konfirmim i miqësisë e cila do të jetë e përjetshme e popullit Kosovës, qytetarëve tanë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një partneritet i cili vetëm sa ka filluar dhe do të vazhdoj, ku Kosova do të jetë gjithmonë krenare të jetë afër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Edhe ky do të jetë orientimi jonë në të ardhmen, ky do të jetë orientimi i fuqishëm edhe imi, orientimi i cili është euroatlantik. Veçanërisht miqësia e përjetshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si rol primar në jetën kohë integrimi në Bashkimin Evropian. Po zoti Veseli, arsyeja pse ju pyeta për këtë është të pas parasysh diskursin që ka ndodhur rreth personit Kadri Veseli, qysh prej atij momenti kur keni vendosur të futeni në politikë, ndoshta edhe më herët, rreth akuzave të llojshme për aktivitetet të mëhershme gjatë kohës kur ju keni ushtruar një detyrë tjetër në kuadër të shtabit përgjithshëm të ushtrisë kombëtare të Kosovës. Pra ata ju pyeta, do të thotë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mendojnë se ju jeni ai që po ju akuzon një pjesë opozitës? Po,
Në kuadër të abnormalitetit vetë, ne jemi njerëz të veprimit politike, si të kemi përruar edhe në rrethanat më të rënda, sido që tjetë. Kam vepruar për lirinë e Kosovës, për interesat e shtetit tim, njëjtën ku kam vepruar në çdo moment që këto interesat të ndërlidhen me një partneritet i cili ka një orientim të fuqishëm të vendit tim, të popullit tim me perëndimin, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Ky është ky drejtimi i cilin do të vazhdojmë, asgjë nuk do të ndryshon, vetëm do të fuqizojmë përpjekjet e mia në këtë drejtim, njëjtën ku ky është edhe orientimi i gjithë qytetarëve tanë. Po, megjithatë opozita ose një pjesë e opozitës, ndoshta një pjesë e partnerit aktual që në koalicion, ka kërku, vazhdon të kërkoj, një hetim nga një komision parlamentar për rolin e shikut, ndoshta për ju personal. Ju tash jeni kryetari i Kuvendit të Republikës Kosovës, është kërkuar që të krijohet një komision i tillë. A do të prishte punë që të fillon një komision i tillë? Çdo iniciativë, çdo veprim i cili është në shërbim interesat qytetarëve, cila kthjellon, por i përsëris, kthjellon, jo që ka qëllim të manipulon, do të përkrajë çdo iniciativë të tillë. Gjithë jemi ne, si qenie njerëzore, në rend parë përgjegjës para Zotit, që na ka krijuar, në njëjtën kohë jemi përgjegjës para qytetarëve tanë për të cilët ne veprojmë çdo ditë. Por çdo iniciativë e cila ka për qëllim veçanërisht manipulimin dhe ikjen nga e vërteta, do të jem kundër. Kosova ka nevojë për kthjellim. Kthjellim, politikanët, politikbërësit e Kosovës veçanërisht kanë përgjegjësi për fjalën cilën e thojnë. Kemi institucionet tona, në cilat veprohet në kuadër parametrave të një shteti ligjor, cilat duhen të adresohen të gjitha çështjet, në njëjtën kohë nëse ka çështje e cila është politike, duhet të adresohet në mënyrë transparente dhe interesin e qytetarëve. Por asesi të krijohen mundësi të një afirmiteti e cili ka qëllim manipulues duke menduar se qytetarët tonë nuk e njohin të vërtetën. 1.7 milion banor jemi në Kosovë, kemi një histori cilën e kemi kaluar jo shumë të larë, se cili e njohëm njëri tjetrin, se cili i dim të bëjmë atë njëri tjetrin, edhe fatmirësisht, do ditë, po ndodhë transparenca. Edhe këtë do tjetë edhe preokupimi im. Transparencë, ne duhet e kemi për obligim. Dalim sa ma të kristalt para njerëzve tanë, cilët jemi, qëfar kemi bërë, qëfar bëjmë aktualisht, edhe qëfar është synimi jynë për të bërë në të ardhmen. Mos të harrojmë, ka shumë në kakavitjen e një fjallori cili o manipulativ, shpesher gjinden pikrisht ata njerëz cilët munden t'jenë prapa veprimeve cilat e kanë dëmtuar popullin e Kosovës, cilat e kanë dëmtuar njeriun e Kosovës. Po nuk duhet futëm këtë. Kemi shtet ligjor, kemi institucione juridike, në njëjtën kohë kemi edhe institucione politike. Sepse më pyetni mua si politikan, a do duhet ishte ndonjë prioritet nacional sot që të kemi një distancim nga e kaluara, Kosova dhe institucionet e Republikës Kosovës, e kam thënë këtë edhe publikisht, përkatësisht parlamenti në rend parë do duhet i dënonte krimet dhe gjenocidin serb, dhunimet mbi motrat tona të një politike gjenocidiale cila ushtruar ndaj popullatës tonë nga shteti serb i udhëhequr nga Miloševići periudhën e vet. Por asesi nuk jam i prirur që të futemi në situata cilat vetëm krijojnë edhe me tepër turbullira, edhe me tepër mjegullim dhe ikën të vërtetës. E vërteta do të dalë në shesh. Për të mirat, për gjitha ato cilat kanë ndodhur. Me komision, pa komision? Po nuk ka në këtë botë, me respektin e madh, askush nuk do të del pa u tregu se cili është nga kjo botë. T'jenë sigur, këtë praktika ka tregu, kam folur shumë edhe për uzurpime, për këto çështje, pastaj u ndalen, do të shkojmë gradualisht. Do të shkojmë temë për temë, pikë për pikë do ta trajtojmë, vetëm me gjakpëtësi, popullin ta ruajmë, qytetarët i ruajmë, tanë për arsye se kanë vujt në të kaluarën, edhe shkojmë trajtojmë secilën çështje e cila na është në interesin e tyre. Qoftë individual, qoftë kolektiv. Ne kemi vetëm pse të krenohem me historinë tonë
në të kaluarën, si popull. Në mënyrë individuale, çdo njeri, ku i kemi gabimet, do të përgjigjemi. Ky është shteti ligjor, ky është standardi i cilin duhet ta ndërtojmë çdo ditë. Transparenca, llogaridhënia. Po tentoj të kuptoj që nuk ka do të thotë ndonjë hezitim që gjithçka të mkohet vetë të diskutohet dhe të hapet, po kalojmë në pjesën e aktualitetit. Ju sot keni pas një mbledhje të Partisë Demokratike, ku siç u transmetuan media keni dhënë ide të re, po them për parën herë ndoshta në partitë politike të Kosovës, që mos të kryetari i ardhshëm ose kandidati për kryetar të ardhshëm mos të kandidohet nga kryesia, po individ të kenë lirinë, anëtarët e partisë, që të kandidohen vetë, pra dhe ju për vete do të kandidoni si i tillë, pa mbështetje paraprake nga kryesia e partisë. Partia Demokratike e Kosovës është partia më e fuqishme në Kosovë, partia politike e cila ka obligimet pastaj më të mëdha ndaj qytetarëve të Republikës Kosovës, dhe kam besuar dhe besoj çdo herë se ne duhet të zhvillohemi në mënyrë progresive, të ndërtojmë standarde, nëpërmes të cilat do të ofronim jo vetëm një shembull të mirë në politikën e Kosovës, po në njëjtën kohë do të ndërtonim një shembull të mirë të transparencës tonë në çdo vendimarrje, në njëjtën kohë në çdo kërkim përkrahjes për ne. Për arsye se Kosova është demokracia e re. Është e vërtetë ka pasur një përkrahje unanime të kryesisë të Partisë Demokratike të Kosovës, kandidimin tim për kryetar të ardhshëm Partisë Demokratike të Kosovës. Unë e kuptoj atë vullnet, jam shumë falenderues atyre qindra e mirave, burrave, grave, djeme vajzave, cilat kanë punuar në mënyrë të paepur gjithë këtu 17 vite në Partinë Demokratike të Kosovës, por ne bashkërisht, unë së bashku me ata, mund të vazhdojmë këtë sukses, vetëm duke vazhduar në mënyrë të fuqishëm, ndërtojmë transparencën dhe llogaridhënien. Në rend parë mes nesh, pastaj njëjtën kohë si parti, po njëjtën kohë edhe para qytetarëve tanë. Kemi obligime, cilat janë vetëm hapi i parë e një vazhdimësie të fuqizimit të Partisë Demokratike të Kosovës, e cila do të vazhdon me hapa të tjerë të ardhshëm, të reforma të cilat do të ndërmerren pastaj në Partinë Demokratike të Kosovës, fuqizimin e orientimeve të veta programore, në njëjtën kohë edhe në fuqizimin e hapa në koalicionin qeverisës, cilat kanë të bëjnë drejt për drejt me politikat ekonomike, cilat ndërlidhen me interesat e qytetarëve tanë. Ne duhet të pranojmë faktin se kemi arritur një progres enorm në zhvillimet e këtyre viteve pas luftës. Veçanërisht Partia Demokratike e Kosovës ka suksese të jashtëzakonshme në shtetëndërtimin e Republikës Kosovës në 7 vitet e fundit. Por ne kemi ende shumë nevojë, veçanërisht fushën e zhvillimit ekonomik. Ne kemi ende shumë nevojë për të bërë veçanërisht në krijimin e perspektivës njerëzve tonë të jetojnë në Kosovë, që ndrojnë Kosovë. Këtu e kanë vendi, po në njëjtën kohë ne si institucione, si parti politike e kemi për obligim para këtyre gjeneratave sot që jetojmë dhe para gjeneratave të ardhshme që Kosovën ta bëjmë një shtet stabil, ku funksionon rendi dhe ligji, ku ka siguri në rend parë për qytetarët tonë, për bizniset tona. Në njëjtën kohë, ku krijohen mundësinë për ardhin e investitorëve të huaj. Ne duhet mendojmë vetë bashkarisht gjithë. Cili është faktori si nuk kemi sot investimet fuqishme ekonomike në Republikën e Kosovës? Do të kthehemi sigurisht aty, po nëse bën edhe një herë kjo ide që të kandidohet zotëri Kadri Veseli, sot të kandidojë vetëm, pra mos jetë ky mekanizmi imponues që ndodh pothuajse në gjitha partitë politike në Kosovë, të përfshijë edhe Partinë Demokratike. Çka është ideja e këtij sinjali që po dërgoni ju? Dhe jeni të sigurt që do të keni kundërkandidat? Unë do shta egzagjerova në mendim, unë po flas Kadri Veseli, do të bën hapin e parë të kandidimit të Partinë Demokratike të Kosovës si kryetar i jashtëm i Partisë Demokratike të Kosovës, në ato baza të rrethana duke respektuar statutin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe kriteret cilat do të ndërtohen për zgjedhjen e ardhshme të kryetarit të ri, në mënyrën që të krijojmë një bazë të barabartë për gjithë antarësinë, për gjithë njerëzit që dëshinojnë të konkurrojnë
si kryetari Partisë Demokratike të Kosovës. Për arsye se këtë fillon respektimi i mundit të atyre njerëzve që 17 vite punojnë Partinë Demokratike të Kosovës. Njëjtën kohë, kjo do të jetë vetëm hapi i parë i promovimi një platforme e cila do të jetë e përbashkët me këta njerëz, me këta bashkëpunëtorë, cilët Partia Demokratike e Kosovës ka treguar afinitet veçantë të hapjes vetë, me kuadrat cilat i ka aktualisht shumë të fuqishëm, kuadrat më të mirë, profesionale, akademike, intelektuale, brenda udhëheqjes vetë, njëjtën kohë edhe ofrimit edhe njerëzve të ri për përmirësimin në rend të parë të performancës së vetë partijake. Njëjtën kohë krijimin e situatave të cilat do të jenë më pozitive, veçanërisht fushën programore të zhvillimit vetë, cilat do të implementohen edhe në programin qeverisë. Koalicionit aktual dhe në të ardhmen në qeverinë e Republikës Kosovës. Partneri juaj LDK, ose kryetari i LDK-s, dhe ka bërë pikërisht kundërtën. Do të thotë parimisht i kanë ndalu kandidat tjerë se të marrin pjesë në garën e fundit, ku ky është legjitimu ose jo, më varet kush pyetet, si kryetari i partisë, respektivisht pastaj si kryeministër i qeverisë ku jeni ju në koalicion. Nuk ka ndodhur ky veprimimi si krahasueshmëri me ndonjë veprim, ndonjë zgjedhje leadershipi ndonjë partie politike, është bëron nga vetë Partia Demokratike e Kosovës, se besoj se shpirti i frymimit kësaj partie është i tillë, është i hapur, është i sinqert, është komunikues, edhe njëjtën kohë është diçka si un plan shumë shpirt. Unë vetë, kur kam filluar antarësimin Partinë Demokratike të Kosovës, kam shkuar në lagjin ku kam lind, i kam kaluar gjitha procedurat ku ka pasur edhe media, përmes votat fsheta derisa jam zgjedhur zëvendës kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës. Ani standard cilin ne bashkarisht synoj, unë synoj si kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës, të ndërtoj, sbashku me Partinë Demokratike të Kosovës, që të kemi një transparencë dhe llogaritje sa më të madhe në rend parë para përsëriti edhe njerë, para atyre njerëzve me cilët bashkëveprojnë Partinë Demokratike të Kosovës, edhe njëjtën kohë edhe para qytetarëve tanë. As më shumë, as më pak. Është një standard i cili ekziston veçanërisht në vendet e zhvilluara demokratike, një standard i cili është i shuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kandidatët garojnë, në mënyrë transparente, ballafaqohen mes vetë. Do të thotë anakronike që të imponohen kandidat për kryetar të parazgjedhën në farë mënyrë nga kryesia, nga 5-6 individ? Unë mendoj se zgjedhjet arbitrare, zgjedhjet e imponuar krijojnë një artificializëm dhe një klientelizëm i cili pastaj bartet. Ne do ta bartëm, ky është një mendim i cili ka gjetur edhe për krajen sot të kryesisë dhe të Partisë Demokratike të Kosovës. Ne kemi debatuar bukur gjatë, biles ndërkohë gazetarët ishin duke pritur, se ishte ndërtuar rendi i ditës, i cili ishte para parë që kandidaturat imet ishte nga kryesia e partisë. Kam kërkuar me mirë kuptim, se ky është shërbimi më i madh që mund t'i bëjmë Partisë Demokratike të Kosovës, duke filluar në rend parë nga leadershipi, nga ne. Ta hapëm procesin e garës, i ftoj publikisht që ashtu si unë do të kandidoj pas mbledhjes në Këshillin Drejtues, cilën do ta kemi pas nesër, ku do të merret, do të ndërtohen edhe kriteret e kandidatit i cili mund të kandidoj për kryetar të Partisë Demokratike të Kosovës, vazhdojnë edhe gjithë kolegët e mi, cilët i plotësojnë ato kritere edhe të kandidojnë në mënyrën që t'i tregojmë edhe Kosovës, vendin tonë dashur, po njëjtën kohë t'i tregojmë edhe botës demokratike se Kosova ka një demokraci zhvilluar, se Kosova respekton çdo standard perëndimor, edhe Kosova do të ketë orientim të përjetshëm perëndimor. Shikues të nderuar, shkojmë në një shkputje të shkurt për marketing, për të kthyer prapë të vazhdojmë me temat e reformatimit të mundshëm ose detyrueshëm në farë mënyrë të qeverisë, reformat që zoti Veseli mund të mendoj për partinë e tij, Partinë Demokratike, dhe disa tema tjera që në interes të opinionit. Pra, mirë se u kthyer shikues të nderuar, jemi me zotin Kadri Veseli. Zotri Veseli,
Ju po thoni se do të tentoni që një shembull të mirë të jepni në aspekt të zgjedhjes, për zgjedhjes leadershipit të një partie, momentalisht partisë më të madhe në Kosovë, ose që tripor zgjedhje pravisht partisë më të madhe në Kosovë. Përshtypja të shumë njerëz të Kosovës se kjo parti ka nevojë megjithatë për ndryshime më të mëdha se vetëm procesi i zgjedhjes së kryetarit. Ndoshta edhe largimi i disa njerëzve do të përmend disa raste konkrete, po çka është do të thotë caku juaj kryesor përveç procedurave të zgjedhjes demokratizimit të brendshëm të partisë në aspekt orientimit të partisë. Tash që keni përgjegjësinë e madhe sepse jeni partia kryesore në Kosovë. Ky është fillimi. Ky është fillimi në kuptimin e një procesi të ri, po një vazhdimësie, cila është një vazhdimësi e fuqizimit të Partisë Demokratike të Kosovës. Do të pasë parasysh ne e trashëgojmë Partinë Demokratike të Kosovës, leadershipi i ri të flasim, nga një ish kryetar, i cili ka fituar disa zgjedhjet nacionale dhe lokale, me një fuqi politike të partisë dhe institucionale, cila vije pikërisht nga ky legjitimitet, cilin ne bashkarisht do të vazhdojmë ta zhvillojmë në fushën në drejtimin e transparencës, krimet transparencës. Po, nëse pak konkretisht për shembull. Sot ishte një lajm relativisht irritues për qytetarët e Kosovës, që një ish kryetar komune, ende antar i partisë juaj, zoti Xhavi Zharku, provokon qytetarët e Kosovës që i ka ikë drejtësisë të qedh dele nëpër Suedi. A ka ndërmend Partia Demokratike se njerëz tillë, cilët nuk pranojnë ballafaqohen me drejtsinë në Kosovë, ti përjashtojnë nga rrallët e veta, apo të vazhdojnë të mbajnë rrallët e veta, sepse ky është një mesazh besoj kyç për qytetarët e Kosovës, se ku në çfarë drejtimi shkon Kosova, në çfarë drejtimi shkon Partia Demokratike. Duhet të jetë një standard i Kosovës si çdo njeri e cili ka ballafaqim me drejtsinë. Të ketë kurajon, guximin që të hiq dorë nga përgjegjësia. Edhe ky standard do të respektohet. Nëse ka nevojë do ta përsëriti prap. Në çdo moment të ballafaqimit me drejtsinë. Çdo individ duhet ndërtohet një standard, po flas për ngritjen e akt akuzave. Një standard moral në cilin çdo individ duhet të largohet nga përgjegjësia në cilin ka. Ky do të jetë një standard. Ju po thoni mirë vullnetare të largohet, po pyes për shembull nëse dikush si zoti Zharku i cili nuk e respekton fare. Për standard, si të fol për vullnet. Jam të fol një standard demokratik i cili duhet të respektohet. Edhe unë do të kërkoj, është një nga pjesë e këtij kandidimi tim, cilën pastaj do ta shëlloj si platformë edhe në Partinë Demokratike të Kosovës, ka qenë një kërkesë edhe i kryetarit, të jemi të sinqertë, Partisë Demokratike të Kosovës, cilën do të bëjmë standard Partinë Demokratike të Kosovës në momentin e ballafaqimit me organet drejtësisë. Pa paragjykim, pa ndonjë paragjykim. Por duhet ta kemi borrin. Drejtësia po merret me ne. Mund të jetë një moment saktuar edhe gabim, themi ja. Po askush nuk mund t'i vej askujt një faj të paqen. Por burrisht, edhe në mënyrë dinjitetshme, burr apo gru, duhet ballafaqohet me atë proces të shkojë deri në fund, pret verdiktin e atij procesi, pastaj nëse i pafajshëm të kthehet fuqishëm politikës kosovare. Ne kemi obligim ta ndërtojmë këtë standard. Miqtanë që kanë investuar tek ne, ku e nisën nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk e mirëprisin ballafaqimin me drejtsinë edhe të qenur në përgjithësi. Të jemi shumë qartë. Ata, individet e tillë janë duke dëmtuar veten, në jetën ku janë duke dëmtuar edhe subjektin politik cilin i takojnë. Pa nuk ka procedurat përjashtimit për të kë? Nuk është çështje e përjashtimit, është çështje e një standardi i cili do të ndodhë, jeni të sigurt do të ndodhë. Jam shumë i sigurt. Zgjedhet Kadri Veseli, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, apo kandidaturat janë shumë të hapta, ky do të jetë një standard i cili e kërkojnë qytetarët e Kosovës. Do të ndërmerren masa. Do ndodh ballafaqimi. Ne kemi nevojë në Kosovë veçanërisht ta kthejmë një besim në përgjegjësinë institucionale. Duhet të pranojmë një fakt, ka një zbehje.
ka një zbeje. Shpesher, mendimi është, ne duhet të bëjmë një analizë, institucioni apo i ndihmon qytetarit, apo në momentet saktume veçanërisht fushën e respektimit ligjit dhe nxitjes investimeve. Investimeve kur flas, nuk flas vetëm për investimet huaja. Ne kemi një kapacitet të jashtëzakonshëm diasporës sonë, e cila ka kapital të jashtëzakonshëm. Po duhet i krijojmë pse e kaloi Shtetet e Bashkuara të Amerikës krizën financiare. Pikrisht për shkakun e ekonomisë, e cila ishte liberale, një konkurrencë e cila bazohet në ekonomi të lirë, tregut. Shteti nuk pengon. Duhet kemi konkurrencë. Institucionet e kanë për obligim të jenë shërbim. Shteti, më falë, shteti është ka pengon investime momentalisht? Nuk jam duke thënë se o duke penguar shteti, por ka një rregull parimor në ekonominë e lirë tregut. Institucioni dhe nuk duhet jetë pjesë e birokracisë e cila e pengon zhvillimin përkatësisht dhe përtimin e të mirës tek qytetarët. Në moment kur shndrohet pengesë, në njëjtën kohë e kemi edhe dështimin. Institucioni duhet jetë në shërbim të atyre qytetarëve, shërbim të atyre investitorëve, nuk duhet vanohen lëndët cilat kanë bëjnë me çështje ekonomike në përgjykata, nuk duhet vanohet një investitor nëse dëshiron të investon, Kosovë shkon 8 vende, 9 vende, troket në derën e zyrtarit, ta shiqon ai ka pi kafen ai, ta shiqon si e ka disponimin ai. Janë gjëra të cilat duhet veçanërisht. Unë do të bisedoj edhe me partnerin e koalicionit pas datës 7 maj, në mënyrën që të kemi një reformë gjithmarshme të përbashkët në hapjen e klimës investime në Kosovë, edhe në rend parë fuqizimin e shtetit ligjor, edhe ajo cilën e thatë ju më herët. Largimin e pengesave. Mirë, ju do të keni pas konfirmimit juj, besaj nuk është të dyshu askur se ju do të jeni kryetari edhe në mënyrë formale i ardhshëm i PTK-s, bisedime me zotin Mustafa për reformatimin e qeverisë, 2 pozita janë domosdoshme që të mbushen. Zoti kryeministër disa herë në media ka deklaruar se nuk ka nevojë për ndryshime tjera përveç do të thotë plotësimit, po referon media, jo ndonjë informat tjetër, përveç plotësimit të tyre 2 vendeve, do zames kryeministrit dhe ministrit punëve të jashtme, derisa një kolegi juaj në kryetari i partisë, zoti Erdin Kushi, po në këtë emision para disa javësh ka deklaruar se duhet një reformë rëndësore në qeveri, sepse, po citoj, në qeveri ka ministra pa kredibilitet të votues, të qytetarët dhe të cilët nuk janë duke performuar në mënyrën pa e potencuar se për cilë ministrën e ka fjalën. Do thotë, pyetja se zgjata pak reformatim i shkurt, plotësim i vendeve apo rishikim i performancës së ministrave pasi ju të merrni timonin edhe zyrtarisht të partisë juaj. Partia Demokratike e Kosovës në qershorin e vitit 2014 ka fituar fuqishëm zgjedhjet nacionale. Gjithë e dim situatën cila ka ndodhur. Në gjithë këtë periudhë, Partia Demokratike e Kosovës me gjaktësi dhe maturi të leadershipit vetëm, që nga kryetari, ish kryetari i saj, tani president, kemi shkuar në mënyrën që të i kalojmë situata të cilat nuk kanë qenë dinjitoze për demokracinë tonë. Ma tepër kemi menaxhu situata në interes të rujtjes të jetës njerëzve qytetarëve tonë, se sa kemi mundur të jemi kreativ. Kjo është gjithë ne jemi dëshmitar kësaj situate. As kjo qeveri e udhëhequr nga kryeministri zotri Isa Mustafa nuk ka mundur të prodhoj ide kreative në një rrethon disa presione të cilat kanë qenë për gjëra të cilat nuk do duhet asnjëherë të na ndajnë. Qëndrimi ndaj shtetit serb, marrë është me nënda. Mos më keq kuptoni. Për arsye se gjithë ky popull në mënyrë unikate kemi vujtur gjithë, puna disa bëm, as fjala nuk ma nxjerr, çka na kanë akuzu, disa në këtë pjesën tjetër. Është moment që ne gjithë bashkarisht duhet mendojmë, ka nevojë për reforma. Ne si Partia Demokratike e Kosovës, ne Partia Demokratike e Kosovës është e gatshëm, e fuqimisht e vendosur të vazhdon koalicionin me Lidhjen Demokratike të Kosovës, por ne duhet bashkarisht mendojmë si koalicion qeveritar për reforma, duhet të analizojmë qartësisht situatat ku kemi ngecje, pse kaq shumë bisedohet për korrupsionin.
ka dimenzion konkret këtë korupcion. Do të futim gradualisht, nuk mundet pashallart me sundukit vend. Në kuptimin që mundet me shkaktu korupcion edhe me qenë pandëshkum. Ky duhet jetë standardi tjetër që duhet ta bëjmë në jetën ku. Edhe pjesa tjetër e cila është shumë e rëndësi, forcimi i shtetit ligjor, jo individit. Petku, birokrati, duhet ta kuptoj se nuk është pronar i postit cilin qëndron aty. Duhet ta kuptoj se kur ballafaqohet me qytetar, ai taksapagues është pronar. Edhe duhet jetë shërbimin e tij, kthehet aty. Edhe veçanërisht, po ritheksoj edhe këtë fakt, Isa Mustafa, kryeministri aktual, është një akademik i cili bie nga fusha ekonomike. Kemi nevojë për një varg masash, reformash, veçanërisht në fushën e hapjes tregut, edhe optimalizimit të ambientit Kosovës që të vinë investitorë në Kosovë. Do të nëse kuptova drejt, po thoni kjo ngrit në rend farë, zvoglon farfin, rrit punësimin, ne nuk duhet lejojmë rinia jonë të mendoj se me liberalizimin e vizave do të zgjidhet çështja ekonomike në Kosovë. Në kuptim të egzotit. Kjo është e dëmshme për ne. Ne duhet krenohemi me kapitalin tonë human me këta tri cilën e kemi, kur gjithë bota perëndimore po ballafaqohet, perëndimi Evropa po ballafaqohet me mungesë trive. Pse ne duhet i humbum kapitalin tonë cilën e kemi atë fuqishëm? Pse nuk mendojmë ta përgatitim këtë kapital human për ekonominë e lirë tregut? Po këtu njëjtën kohë, pse nuk mendojmë këto institucione, këta birokrat, të mendojnë gjithë ditën mirë presin se t'ju vjen një ide për një investitor, t'ja hapin dyert. Jo të shkonaj nga zyra në zyre. Gjitha që po i thonë ju, naturisht shumë mirëseardhëna, mirë prituna, po këto do ndodhin pas atyre reformave që nëse ju kuptoj drejt, po thëni se do t'jenë reforma më të mëdha se vetëm zavendësimi 2 posteve vakante. Ne, Partia Demokratike e Kosovë, që nga nesër është e gatshme të bisedoj në këtë çështje, nuk kemi nevojë ta presim as 7 majin ose 8 majin. Kushdo që do të jetë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, ky do të jetë vizioni i Partisë Demokratike të Kosovës. Forcimi i shtetit ligjor, zvoglimi i birokratëve edhe pashallarëve të institucioneve në zero, ata duhet ta kuptojnë se janë temëruar, edhe janë të privilegjuar se janë aty, por nuk janë padron të institucionit. Fshisë e madhe vjen pas ardhjes Kadri Veselit? Jo, nuk ka fshisë asnjë. Ka një mentalitet i cili njerëzit duhet ta kuptojnë se ne si gjenerat kemi obligim, qoftë për mua ka qenë obligim i shejt. Në vitin 1991, t'i ballafaqohem Serbisë, edhe me metoda cilat kur nuk i kisha dëshiru, për mua njëjti mision sot me e luftu varfrin, me luftu papunësin, për arsye se nuk ka njeri që mundet me ndi veten mirë, zyrtar, do një koltuk, ose mu knaq kur she ka shtri papunë. Po ato desha të pës, po t'jem una e një prej pashallarëve do të të prej sot, ose prej momentit kur ju të jeni në funksion. Punani? Mos ma e votën kur. Jo, mendova do të thotë nuk mund të fejë rahat, sepse ato që e thash fshisa do të vjenë për njerëz që konsiderojnë se janë pashallarë dhe mund të qeverisin personalisht, individualisht me dikasteret që i kanë. Ne nuk do unë nuk do të përdorë fshise në kuptimin e një pastrimi, për arsye se ka konotacion negativ. Po ligji duhet të respektohet edhe njerëz që nuk janë denjë për qenë bardh spetku të institucionit, detyrimisht duhet ta marrin moralin gradualisht, t'ju lshojnë djemve të ri e vajzave të reja perspektiven ose atyre cilët kanë mundësi për me bëhat punë ma mirë. Ndoshta edhe ka bova kur thash djemve e vajzave të reja, kapaciteteve të reja. T'japin mundësi jo të pengojnë, t'japin perspektiv këtij vendi. E kemi obligim, edhe duhet ta mbajmë rinin tonë. Jam fanatik, edhe do të qëndroj si asnjë njeri i Kosovës mos na ik jashtë. Po të mbetet këtu në mënyrë dinjitoze, duke zhvilluar këtë vend. Po gjithë bashkarisht, a duhet të jenë ma presion ndaj neve, mos të jenë të hishtër, s'ka nevojë me mbush sheshet për patriotizëm koti se e Kosova po shkon Serbi.
Edhe është zoti kur në ballavaçohet ajo situatë për me pasë rrezik për i Serbisë. Nuk e di kush ma përpara kom i dalë për balë Serbisë. A na që jemi pozit, apo vetëm opozita. E mas mirë o bashkë. Po nuk mirë munda për gjëra cilat janë të i kaluar, nacionalizmi i kotë, me më vjen keq tari për sëri, se kom tha edhe njëherë, mas i po thujnë gjdo herë ato simbolet, zajednica, edhe me znaqka nuk matë. Shpirti jam, flamuri jam, nuk o të znaqka, o të zemra. Edhe i gjithë qytetarëve tonë. Zoti Veseli, një pyetjet e para fundit, po e fundit rreth reformave në qeveri, rreth reformave në parti, ka qenë praktik në PDK, pjesërisht edhe në AK, që të shpërblehen njerëz që kanë qenë pjesë e luftës në një mënyrë ose tjetër me pozita në varësisht prej deputetësh, ministrash deri në pozita tjera. Kjo reformë që po e thoni ju, a mund tjetë edhe një fillim i fundit të kësaj meritokracisë, pa doshte të ofendoj askënd, njerëzve cilët kanë merita për luftë, mirë po nuk kanë aftësi që të jenë aty ku janë, në kuptim të performancës tyre, të asaj që ka kërkuar për tyre, të ndihmojnë shtetit sot. Në rend parë, kur nuk isha dëshiru në Kosovë, që njerëz ndahen të luftës atë jo të luftës. Pa jo ka ndodhë? Gjithë nuk është e mirë. Gjithë qytetarët e këtij vendi kanë qenë pjesëmarrës në luftë. Mos me konë qenë gjithë bashkë, besa nuk i kishim fitu as lirin, as nuk ishin armë në ndihmu as tjertë. Si do që tjetë, nuk pengon, jo më pengon, po nuk është pak edhimshme të shpirti, mi pa disa anatemime si ndodhin vetëm pse kanë qenë njerëz në luftë. Anatemime cilat, po flas njëherë këtë pjesën, më leja të kësaj, është gjëna. Nuk është mirë. Nuk është mirë me nda, nuk është mirë as me e individualizu, pse një i luftës, ose një si s'ka qenë luftë drejt për drejt, si s'ka mujtë me marë pjesë për shkak rrethanav, pse nuk ka qenë luftë o i keq, ose pse ka qenë luftë është i mirë. Kjo është e tërshme me ndodhë shekullin e 21 në venin tonë. Po një dënë ku, asë një nga që e nga konë luftë. Asë një drejt nuk e kemë ma shumë se sa generatat si po kryon ose qytetarë si s'kanë qenë luftë. Lufta ka përfundu me 12 qershor 1999, do të mi u falenderu Zotit, çdo kush si ka shpëtu pas 12 qershorit 1999, edhe si e ka ru ftyrën e vetë. Si me një dignitet ka qenë luft, i ka shërbyja të dhejut vetë, edhe një të në ku me krenaria ka kry në atë mision. Por në asë një mënyrë me manipulu duke qenë luft, më bo matrapazi pas luftës. Edhe ti ndajmë senet, matrapazi o matrapazi. Që se ka qenë luft, e o këtë që përdërus mas lufte, mos ja cena pjesën e luftës. Po matrapaz o mas lufte, edhe është matrapaz, ashtu do të mja la emrin. Gjitha në këto të pjesa e meritokracisë, edhe dhanje të privilegjeve, duhet të kemi një kuptoshmëri pak ma të mirë me njëni tjetër, me respektu njëni tjetër në ma shumë, na gjithë kemi qenë njëtën rëthan kemi jetu, kemi pësu mundësit kanë qenë tila me jep kontribucit cili prej neve bashkarisht, disa kena luftu, 90% kanë pas që besa me luftu e s'kanë pas mundësi se nuk kanë pas armë. E kom përmen në studiet e një nga televizionet kolegët ju, unë e kom pas student, nuk do të harroj kur njëtën time nga Gjilani, ka qenë një nga Prishtina, 3 kanë qenë. Kur kanë ardhur nga prili apo maj 1999, student duke qajtë. Kur në pa në uniform, nuk kom qenë fakt unë i pari se tako, në ka thirë për mes radiolidhet grupi inisia cilet e ka taku, kështë marrë traum njeriu, edhe doj keme gjdo kush me nejtë atë. Në ushtri qëllimtarë të Kosovës. Nuk kështë e besu se ka ushtri qëllimtarë të Kosovës. Kur e pa, tha, vërtet që nga, edhe i traumatizu me qajke, edhe doj me jetu këtë, pa i keni tregu prindve, a i keni tregu familja, shkoni, po ata nuk e dishin, se asarë nuk ishëm jep. Edhe me dish me imbajt, asarë nuk ishëm për të jepë. Edhe njerë po thëmë, njerë që me
me respektin e madh për luftëtarët e lirisë, po në njëjtën kohë çdo njeri mas 12 qershorit 1999, o qytetari barabartë i këtij viti i ballafaqohet ligjit njëjtë si të gjithë tjerët. As ka merit më shumë, veç bile për mu personalisht i luftës më gjenë senet kësia pas lufte ka tërp më shumë. Se nuk di pse mi ndodh ati. 2 kolegë ju i të luftës, zoti Haradinaj, zoti Fatmi Limaj, këto ditë vendosën një, po them tash me gjithse ky zhargon është fut një lloj martese të re. Ishte kjo me vetëvendosjen përfundoi. Ju pak, si them pa, edhe me hitat e juja në mënyrën se si u menaxhu kuvendi me gjithë ato skenat që janë në fund, praktikisht fitoi opcioni i mbajtjes pak a shumë rregullit në institucione dhe u hoq dorë prej këtyre veprimeve. Do të ta 2 kolegët e juaj tash janë da nga vetëvendosja. Kanë bërë një koalicion 3 ose një tentativë një koalicioni 3 dhe thuhet se njëri prej tyre sidomos ka kontakte të shpeshta me ju personalisht për një parafrim qoftë në këtë mandat, qoftë më vonë. Lajmi mirë për ju, lajmi pavërtet, si është realiteti rreth do të kësaj opozitës tretash, e cila nuk është më do të të bashkuar si ishte para disa javësh kur u ndan rrugët. Më lejo t'ju korrigjoj, askush se ka mundur askën. Lajmi më i mirë është. Po efekti fundit është opozita në farë mënyrë u shpërbo ashtu siç ishte, fal do të thotë kauza e pacin. Lajmi i mirë është si me mençuri pavarësisht si disa pamje kanë qenë të mërshme nga Kuvendi i Republikës Kosovës, gazit Lociac. Lajmi më i mirë është si kërkush nuk o dëmtu asnjë familje në Kosovë, as nuk o tërprum Kuvendi i Republikës Kosovës, as një deputet apo deputete në mënyrën që me bajt pasuja gjenerata civil. Kjo ka qenë përgjithësia dhe në krejt momenti sa ka më dheqër për gjithë këtë periudhë të ballafaqimit, kjo ka qenë sfida e ime më e rëndë. Qysh me të i kalu, si mos me kalu kriza në rrugë, mos më dëmtu njerës njani me tjetrin, njerës tonë, krejt njerës tonë, edhe njëjtën kohë qysh mos më tërpru në Kuvendi e Republikës Kosovës asnjë prej deputetëve, ndoshta edhe më kanë keq kuptuar kur nuk e kam fut policinë se shumë e rënd ka ardhur vetëm me tërhiqja e tyre zvarr nga policia deri në momentin kur kam marrë vesh se kanë hyrë me armë kuvend. Me armë zjarri, ju me kanë si po foli për armë zjarri e Kosovës. Me armë zjarri. Deri në atë moment kur e kam marrë vesh se edhe me armë zjarri kanë filluar të futen, edhe mundet me ndodhë ballafaqim, nuk po flas veç për një anën palë, mundet me ndodhë një ballafaqim, atëherë vërtet kam menduar seriozisht se mundet me ndodhë diçka e cila më mirë më hangër në fjalën tem se kogja edhe mundona, po në jetë kam mundu se njeriu mbahet për fjale, po më mirë tërprona pak se sa me ndodhë një tërp. Nuk e dija, keni përmend to më herët, mirë po të thotë ju po thoni se ka pas deputet të Kuvendit të Republikës Kosovës që kanë qenë gjendje nga pozita dhe opozita që kanë qenë gjendje të krijojnë edhe situata të tilla, po them kushtimisht vllavrasjes dhe vrasjes në Kuvend, se revolja merret për një arsye. Çka i duhet ajo? Çka ju ka dish tek fundit pse e kanë sjell aty? Si do të jetë? Kjo është një pjesë cilën qytetarët e këtij vendi, që kanë nevojë shumë, po tregojnë si nga njerë janë matë meqëm se na, politikajt. Edhe e kemi të i kalu këtë situatë, fatmirësisht shumë mirë. Tani jem këtë situatën e martesa politike cilat janë shumë të këndshme, herë kurorzohen, herë që kurorzohen, si do që tjetë një për kolegët e mi që jemi në politikë. Na mundu mos me dhe ishtë njëni tjetërin, personalisht. Po gjithmonë është mirë me pas një logjik të vepruarit i cili ka të bëjë me përfaqësimin, çka përfaqësojmë na. Unë nuk e kam shiqu asnjë deputet, edhe kur më ka shoh, edhe kur më ka libdu si deputet, si njeri. Po e kam shiqu si ai përfaqëson, është i ardhur me votën e dikujt, edhe ai ka një legjitimitet. Në këtë drejtim, është mirë
në rend parë mu demokratizu. Mendimi ju në politik, mu demokratizu, nuk është mirë me përjashtu kërkon, se tani po dalim qesharak para qytetarve kur po bashkuemi me tjetrin, po dalim qesharak... Do më do nuk është e përjashtueshme që të bashkueni me kolegë të luftës? Gjdo, jo me kolegë të luftës, mos mindaj. Ne kemi një koalicion shumë të mirë. Janë dy parti politike cilat janë bo bashkë që të ose t'ju luftojnë, ose ndoshta të keni veprim tjetër. Po na jemi në koalicion me një partner, si që jemi një koalicion, si që është Lidhja Demokratike e Kosovës dhe ndrimit koalicionit në këtë mandat. Asë një përjashtim, përderisa populli i Kosovës, qytetarët e këtij vendi, nuk e përjashtojnë zgjedhje, për neve kanë me qenë të respektum, a që është e vetëm pastaj e programit politik. Programi politik, sa na bashkon, sa na ndonë. Aktualisht me Lidhjen Demokratike të Kosovës jemi të dy partit e qendër djatë, po njëjtën ku me çdo partner, kur merrem veç që politikat programore, ajo çka ju premtojmë qytetarëve tonë, do të realizohet, do të futemi në koalicion, për arsye se është mirë në qytetarëve, si na mos të përjashtojmë njëri tjetrin. Falë, vetëm të mos ketë keq kuptim, do të thotë nuk po përjashtoni mundësinë edhe në këtë mandat që të ketë plotësim të koalicionit? Unë po flas koalicioni Lidhja Demokratike, cilën e kemi Lidhjen Demokratike e Kosovës, dhe me partnerët tjerë, cilët janë nga komunitetet jo shqiptare, është duke bërë punën e vetë, e ka kriju një situatë cila me gjithatë ka një stabilitet institucional, jo atë efektin e fuqishëm zhvillimit ekonomik, cilin ne e presëm, cilin ne bashkarish me partnerët e koalicionit, besojmë se do të abish, se dojmë ajo që ka tha që dhe merë në një ardhme shumë të apërt, po në princip, asë një koalicion nuk është i përjashtuar me Partia Demokratike e Kosovës, pos politika programore, ku mundej me pas mos pajtime, nuk ka përjashtim në njërë se nuk e du ato. Zotë Veseli, pyetja fundit pak kështu ma shumë pro forma me 8 maj, do jeni sigurt se do t'jeni kryetari i partisë? Me 8 maj, jam i sigur se Partia Demokratike e Kosovës kome dalë shumë e fuqishme, për arsye se kome e promovu një standard i cili nuk ka ndodhë në Kosovës në region, një gare të lirë, në cilin që se do t'je kam fatin t'jem kryetari i kësaj partije më të madhe në Kosovë, do t'jetë një krenari për mu, po njëjtën ku një obligim se e di qëfar partije ko marrë në dhejqi. Mu ka je besimi, si partije cila ka fitu rjashëm, qartë zgjedhjet nacionale e lokale për disar, o obligimi madhë, edhe do të bëjmë prap fitimtar, po fitimtar për qytetarët e Republikës Kosovës, në prisin bashkari shumë punë të mëdha me ata kolegë cilit aktualisht janë të jashtëzakonshëm Partinë Demokratike të Kosovës dhe ata kolegë që pritet me në ardhë Partinë Demokratike të Kosovës, në mënyrën që njerëzit të këtij vendi t'ju krijojmë cilësi edhe më të mira të jetës, veçanërisht gjeneratave të reja. E kemi obligim. Zotë Kati Veseli, ju falenderojmë shumë për këtë bisedë. Shikues të nderuar, kaq ishte, megjithëse natyrisht do të kishte pyetje dhe temat shumëta për zotin Veseli, mirë po kaq për sonte. Faleminderit që na ndoqët. Faleminderit, ishte kënaqësi e ime madhe. Faleminderit shumë. Faleminderit.